që prej datës 4 qershor 2026, prokuria e posaçme ndodhet përpara një testi vendimtar të besueshmërisë së saj në raport me çështjen e Belinda Ballukut. Ato do drejtohet pavonesë Kuvendit me kërkesë për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e Belinda Ballukut, apo do të vazhdoj të zbatoj standardet të dyfishta, duke I dhënë kohë Edi Ramës dhe Belinda Ballukut për manovra të tjera politike. Testi është vendimtar, sepse pozita penale e ish-zëvendës kryeministres është rënduar sipas vetë njoftimit publik të datës 4 qershor të prokurisë posaçme, me dyshimin për kryerjen e 2 veprave të reja penale, korrupsion pasiv dhe pastrim parash. Prokuria e posaçme informoi se kishte zbuluar dhe kishte vënë nën sekuestro një pasuri të fshehur, vil luksoze, të Belinda Ballukut në një nga resortet më luksoze në jug të vendit, konkretisht në Dërmi, për cilën dyshohet se ishte përftuar si rushfet dhe më pas ishte fshehur përmes kontratave fiktive. Si për ironi, ndërtuesi që sipas Pakut ka ndihmuar Belinda Ballukun në këtë aferë korruptive, është I njëjti që ka ndërtuar edhe vilën super luksoze të Edi Ramës në Surrel. Kjo ngre pyetje të tjera për cilat do të vi ralla, sigurisht flasim më vonë. Sot le të ndalemi te korrupsioni, pastrimi I parave të Belinda Ballukut dhe standardi I dyfisht I prokurisë së posaçme. Pse jemi përpara një standardi të dyfisht? Sepse në dhjetor, prokuria e posaçme kërkoi heqjen e imunitetit për arrestimin e Belinda Ballukut, duke u mbështetur në një standard që sot nuk po e zbaton. Kur rëndohet pozita penale, duhet të rëndohet edhe masa e sigurimit. Në dhjetor, pasi pozita penale e ish-zëvendës kryeministres u rëndua me disa episode të reja për të njëjtën vepër penale, pra për abuzime me tendera, SPAK e ashpërsoi kërkesën për masën e sigurimit, duke kaluar nga ndalimi I daljes jashtë shtetit te kërkesa për heqjen e imunitetit për arrestimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. 6 muaj më parë, drejtuesi I prokurisë posaçme në argumentoi në Kuvend, lidhur me kërkesën që kishte paraqitur, se rëndimi I pozitës penale shton rrezikun e të pandehurës apo personit në hetim dhe dikton nevojën për një masë sigurimi më të rëndë. Të gjithë e mbajnë mend argumentin me cilin Edi Rama kërkoi rrëzimin e kësaj kërkese. I tha shqiptarëve dhe ndërkombëtarëve se Belinda Balluku nuk akuzohet apo nuk është në hetim për korrupsion. Pikërisht me këtë argument, mazhoranca refuzoi të jap SPAK-ut autorizimin për arrestimin e saj. Sot vetë prokuria posaçme u ka thënë shqiptarëve se Belinda Balluku dyshohet edhe për korrupsion, edhe për pastrim parash. Atëherë çfarë ka ndryshuar? Argumenti Edi Ramës ka rënë dhe mazhoranca nuk mund të fshihet më pas këtij argumenti antikushtetues. SPAK nuk mund ketë një standard në dhjetor dhe një standard tjetër të ndryshëm në qershor, pra 6 muaj më vonë. Kur rëndohet pozita penale, duhet të rëndohet edhe masa e sigurimit. Prandaj prokuria e posaçme u detyrohet sot shqiptarëve përgjigje për disa pyetje. Pse tani që vetë SPAK ka bërë publik rëndimin e pozitës penale të Belinda Ballukut me dyshimin për korrupsion dhe pastrim parash, nuk I drejtohet Kuvendit me kërkesën për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e saj? Kush po e pengon prokurinë e posaçme të zbatoj ligjin, ku ligji dikton se me rëndimin e pozitës penale duhet të rëndohet edhe masa e sigurimit, pikërisht sipas standardit që SPAK vendosi vetë në dhjetor të vitit 2025. A ka ndërhyrë Edi Rama te drejtuesi I ri I prokurisë posaçme për të shtyrë të paktën deri në shtator zbatimin e ligjit
dhe të njëjtit standard për çështjen e Belinda Ballukut. Standardet dyfishta në sjelljen e prokurisë posaçme nuk e rrisin besimin te drejtësia, por e rënojnë atë. Përpara ligjit duhet jemi të gjithë një lloj, pa asnjë dallim. Ligji duhet ketë të njëjtin efekt në çdo kohë. Është e papranueshme që ligji të sjellë një reagim të caktuar të prokurisë në dhjetor të vitit 2025 dhe një reagim të ndryshëm tjetër në qershor të 2026-s. Ligji është i njëjtë si në dhjetor të 2025-s, ashtu dhe në qershor të 2026-s, ndërsa sjellja e prokurisë posaçme jo. Ajo po ndryshon në varësi të humorit të kryeministrit dhe kjo nuk është drejtësi, por është trajtim politik dhe preferencial. Prokuria e posaçme ka vetëm një mënyrë për të kaluar testin e besueshmërisë në çështjen Balluku, të mos bëj politik sipas interesave të momentit apo gjendjes politike të kryeministrit, të mos bëhet pjesë e makinacioneve dhe llogarive politike, por të zbatoj vetëm ligjin. Për të spak nuk ka nevojë për deklarata, ka nevojë vetëm për një akt. Ti drejtohet pa asnjë vonesë, siç ligji e detyron Kuvendit të Shqipërisë me kërkesën për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e Belinda Ballukut. Çdo ditë që kalon, pa ju drejtuar Kuvendit, pa zbatuar ligjin që vetë vendosi si standard në dhjetor të vitit 2025, atëherë kjo është një ditë e keqe për drejtësinë dhe për Shqipërinë.